Sinqerisht, fare nuk më intereson se çfarë opinioni kanë të tjerët për mua, sepse jeta me kalimin e kohës më ka mësuar diçka. Njerëzit i gjykojnë të tjerët, sipas mendjes dhe interesit të tyre. Zoti vendos gjërat në vendin e vet. Unë besoj se secili merr atë që meriton, dhe këtë e kam parë shumë herë me sytë e mi. Kur kthehem pas, shoh që jo të gjithë larguan nga vendi ku kanë qenë. Nga njëherë mjafton të kujtosh ku ishe, që të mos dyshosh më pse u largove. Aty gjithçka merr kuptim. E kaluara nuk është për të penduar, nuk është për të qarë, nuk është për të menduar çfarë do të kishte ndodhur ndryshe. E kaluara është për të parë se sa shumë je forcuar. Nëse sot je aty ku je, është se je munduar fort, dhe kjo nuk është rastësi. Mbaje mend, jeta nuk t'jep paralajmërime, të jep vetëm mësime, dhe nëse nuk i mëson, i përsërit.